Tirana është përzgjedhur si kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut, një vlerësim që sipas kryeministrit Edi Rama pasqyron transformimin e jashtëzakonshëm të kryeqytetit shqiptar vitet e fundit. Në një deklaratë publike, Rama e cilësoi këtë si një mundësi për të përçuar më tej mesazhin e bashkëtesës dhe harmonisë në Shqipëri dhe rajon. Në këtë kuadër, ai njoftoi dhe një projekt ambicioz, krijimin e një parku të besimit në periferi të Tiranës, një hapësirë unike që do të përfshijë bimë, lule dhe fruta të përmendura në librat e shenjtë të besimeve të ndryshme. Projekti, i cili është konceptuar në bashkëpunim me presidentin dhe qeverinë e Emirateve të Bashkuara Arabe, do të jetë një konkurs ndërkombëtar dhe synon të shndërrohet në një qendër reflektimi për besimtar dhe jo besimtar. Sipas kryeministrit Rama, ky park do të shërbejë si një urë simbolike mes natyrës dhe spiritualitetit, duke sjellë një koncept të ri për lidhjen mes fesë, kulturës dhe mjedisit në Shqipëri.